në këkandashur dhe është votuar. Në rastet e tjera, kur partia e parë nuk ka mundur do të bëje vetë me qeverin, ka hyrë në koalicion me një subjekt tjetër, ka bërë një marrëveshje politike dhe ka shkuar, mund të them, një paket kur seancën e parë kanë qenë dakord në këtë rast PDK LDK nëse ka bërë koalicion, po e nxjerrin këtë kandidat për kryetar kuvendi, është votuar dhe ka vazhduar procesi përpara. Ajo pse jemi sot në një situatë të tillë është pikërisht sepse nuk ka dialog, nuk ka marrëveshje, edhe sikur të ishte do të marrëveshje mbështetëse që okej, ta kalojmë këtë fazë dhe ne peçesim do të thotë një emër i cili mund të jetë do të thotë më gjithëpërfshirës ose më neutralizues që e kemi thënë, gjë që zoti Çallaj te zonja Alburina Axhiu nuk po e shohin. Partia Demokratike nuk po e shef. Dhe po të kishte zotri Kurti një marrëveshje paraprake, do të thotë që ose të koalicionit. A kanë të drejtë PDK-n këto që po e thonë? Po, nuk mundesh tash ti të mbështetësh një kandidatit për cilën edhe nuk po e duan, për x arsye që i vendosi, ta mbështesin pa koalicion ose pa marrëveshje. Sinqerisht nuk ka ndodhur asnjëherë, edhe si kur të kenë gjithë vullnetin e mirë që duhet ta kenë gjithë deputetët e kuvendit për të mirë institucioneve. Nuk mund të bësh argatin, do të të bësh argatin një subjekti politik i cili hiç ka qenë bashkëpunues me ty, kur ti gjatë gjithë kohës do të kur ke qenë opozitë, gjatë gjithë kohës vetëm ka pasur do të thotë ignorim ndaj opozitës, por gjithashtu opozita me drejtë nuk ka qenë apo interesat e vendit nuk duhet të shoh vetëm njëra palë. Duhet këtë dy po interesat e vendit apo interesat e vendit nuk duhet të shoh vetëm njëra palë. Nuk është duke i parë interesat e vendit as Albin Kurti, as Memri Krasniqi, as Lumir Abdigjiku. Këtu spajtona se zoti Krasniqi ka tregu konstruktivitet. Nuk janë duke i parë interesat e popullit, a din pse? Sepse po t'ishte. Janë dukshme, për ata që t'i shohin. Dëgjoj, po t'ishin do të për të parë interesat e popullit. Zoti Krasniqi shkojnë në takim, zoti Kurti. Po shkojnë takim, çka prodhoi takimi? Aty çështja që ka prodhoi takimi është një debat tjetër, mirë po vullnetin e ka paraqit për vullnetin ka pas. Sari ka kërkuar dhe kur ka qenë në qeveri zotri Kurti, zotri Memri Krasniqi ka shkuar në takim. Po kjo flet shumë mirë për logjikën shndërtuese të po kur po them prandaj unë i thash në qoftë se zotri Kurti do donte të bënte një koalicion, të kishte një marrëveshje, të kishte një mbështetje me PDK në këtë rast, me që ju e kemi prezant, ai do kishte metoda tjera. As nuk do i dërgonte letër publike LDK-s, sepse s'është nevoja me dërgu letra, koalicioni nuk bën as me letra të Facebookut, as me letra me Mbase s'bën as me letra, po bën edhe me letra, se tash kjo s'bën me letra. Letrat janë vetëm formale. Këtë e dim gjithë neve këtu, sado që mund të kemi pak eksperiencë politike, letrat mund të jenë formale. Marrëveshjet, diskutimet, ndarjet e pushteteve, të pozitave bëhen do të thotë duke biseduar sy me sy dhe jo me një letër zyrtare duke injoruar. Në këtë rast, unë përgëzoj Memri Krasniqin që ka shkuar në takim pavarësisht që në letrën e LDK-s ashiqare zotri Kurti ka shprehur që nuk don do të thotë të ketë hiç fare do të thotë është pozicionim politik, pozicion politik. Dhe prap do të thotë Memri këtë Lumir Abdigjikun e kërkon politikisht, dhe ai e injoron, ndërkohë që ke një parti politike, siç është kjo e PDK-s, e cila thotë vinë në takime, respektoj gjitha idetë e tua, por edhe ne kemi idetë tona. Tek e fundit janë problem politik. Respektoj atë që kemi obligim shtetëror. Dhe pak më parë ndërhyra në atë që zoti Krasniqi, me aq savaret edhe kundrejt krejt këtyne kundërshtive që nuk janë të lehta, janë goxha të ashpra, ka shku në cilësinë e kryetarit të partisë që diskutoj. Jo është përgjigjur ftesës, diskutoj që të zhbllokohet situata, pra aty ka ndodhur takimi sy me sy. Edhe në këtë rast, unë jam befasu pse ftesa publike, edhe pse pajtona me ty që s'bën ftesat jenë ashtu publike, mas pari palët negociojnë dhe akordojnë, me pas në publik del ajo që është si produkt final. E ka pas mundësin diskutoj edhe për hapësirën e një koalicionit, ndërsa u tha, në pas që më të afër të ndjejmë LDK-n, sësa PDK-n. Pra arsye elektorale, kanë thënë. Pra, nuk mund është ashtë i zotin Krasniqi me gjyku me të njëjtën ashpërsi nga që ka shpreh një gatishmëri. Aty ku është ashpërsi? Art, që të jap fjalën edhe Shkodrës, pastaj zoti Çallaj, për shkak se kemi interesin ta dëgjojmë pasuesin e PDK-s tonë në studio. Mendoj që po më duket pak e paarësyeshme gjithmonë të konsistoj në emra tjerë të përveçshëm për kryetarit të kuvendit, do thotë. Kjo po më duket e padrejti kërkohet partisë së parë, që ligjërisht e tham këtu, do thotë, i takon të propozoj emra dhe të thuat jo e dua këtë. E padrejti. Okej, Shkodra. Jo, unë isha ndalë veç shkurt të Arta që tha, unë pastaj të zoti Çallaj. Art nuk po kërkojnë as partit, do më thonë e dyta dhe treta marrëveshje politike për të ndo pozitën e kryetarit kuvendit. Dhe kjo është një farlej... Publikisht për kërkojnë? Po na jenë prirë për mi komentu, na
teori konspirative është njëri që komenton këtu, na tjerë s'besoj që duhet. Na klasin Në studio se kemi të suar, jashtë studieve, në studia televizive. Që ta qartësojmë. Ata